Nata e ndërrimit të viteve solli një nga momentet më të papritura dhe më të përfolura të televizionit turk. Ibrahim Tatlises dhe balerina e famshme Asena u shfaqën sërish në të njëjtën skenë pas më shumë se një çerek shekulli largësi, konflikti dhe heshtje totale. Gjatë puntatës speciale të vitit të ri të Ibo Show, programi legjendar i Tatlises, Asena u shfaq papritur në studio duke befasuar jo vetëm publikun, por edhe vetë këngëtarin. Ajo interpretoi kërcimin e saj të famshëm oriental, pikërisht atë që e bëri ikon në vitet e arta të emisionit, kur ishte pjesë e pandashme e skenës dhe një nga figurat më të komentuara të asaj kohe. Reagimi i Ibrahim ishte i menjëhershëm dhe i sinqert. Në momentin që pa Asenën, e cila dikur ishte jo vetëm partnerja e tij profesionale, por edhe një nga personat më të afërt në jetën e tij, perandori nuk arriti t'i mbante emocionet. Ai shpërtheu në lot para kamerave, duke krijuar një skenë të rrallë dhe thellësisht prekse për televizionin turk. Ky takim u konsiderua nga shumë si një udhëtim i fortë emocional në kohë. Marrëdhënia mes Tatlises dhe Asenës kishte përfunduar në mënyrë të stuhishme në fillim të viteve 2000, mes akuzave, përplasjeve publike dhe një distance të plotë që zgjati dekada. Pikërisht për këtë arsye, askush nuk e priste një ribashkim aq më pak në një skenë televizive dhe një natë simbolike si ajo e vitit të ri. Momentet e transmetuara u shpërndan me shpejtësi në rrjetet sociale, duke ngjallur reagime të shumta nga publiku. Disa e quajtën një gest pajtimi dhe maturie, të tjerë një moment nostalgjie që rikujtoi një epokë të artë të televizionit turk. Pa shumë fjalë dhe pas sqarime të gjata, kjo skenë tregoi se disa histori sado të dhimbshme nuk fshihen kurrë plotësisht, dhe ndonjëherë mjafton një këngë, një kërcim dhe një shikim për t'i rikthyer të gjitha.